Mirëmëngjesi Saranda. Shumë kënaqësi pas kaq vitesh me të pas prapë në studio. E vërtet sot më duket që u ktheva aty ku e fillova. Por është një ndjesi shumë e mirë dhe vërtet ndjem shumë e lumtur. Po, unë jam shumë e lumtur për ty, Arnor. Çdo ditë ma profesionale, çdo ditë ma profesionale në kuzhinë ke qenë çdo herë. E tham profesionale në mirëmbajtjen e faqes tënde, sepse edhe çdo gjë që plotson ka sens edhe mund shikohet nga fillimi deri në fund pa u bë bajat. E vërtet ky ka qenë qëllimi im që të sjell sa më shumë, të jem shumë aktive çdo ditë, por njëkohësisht sjell edhe receta kreative, edhe të lehta, edhe të thjeshta që me ata përbërës që mund t'i kenë të gjithë në shtëpi dhe njëkohësisht përgatisin me mua. Po, kjo ishte edhe arsyeja pse apo motivi që gjithmonë ka qenë për mua. Po, edhe gjithmonë ka qenë afër atyre që dojnë kuzhinën shumë në atë aspektin që ja u ke përshtat edhe mënyrën se si është ma lehtë me gatu. Edhe ma herët kur u takun para xhirimeve, njëna prej mysafirëve tha, e di që